Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 11. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit për Kuvendin e Kosovës. Kjo u bë pasi dje përfundoi rinumërimi të gjithave votave të kandidatëve për deputet, proces që kishte nisur nga 13 janari pas dyshimeve për manipulime. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se s'ka pasur asnjë vërejtje nga asnjë vëzhgues për procesin e rinumërimit, ndërkaq sipas tij e drejta e ankesës bëhet 48 orë nga shkelja e supozuar. Antarët e KQZ-s nuk u pajtuan për ndarjen e mandateve të Partisë Turke dhe Listës Serbe. Në orën 12 do të mblidhet Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku pritet të vendoset e ardhmja e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku pas rezultatit të dobët të partisë në zgjedhje. Abdigjiku thiri Kuvendin e partisë dhe ka paralajmëruar se do të ofrojë dorëheqjen nga posti i kryetarit, duke lënë në dorën e delegatëve vendimin nëse ajo do të pranohet. Në garë për të marrë drejtimin e partisë është edhe ish kryeministri Abdullah Hoti. Ky vendim pritet të shënojë një moment të rëndësishëm për udhëheqjen e LDK-s. Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe nënkryetaria e Kuvendit Albulina Agjiu kanë vendosur kurora lulesh para shtatorës së herojit të Kosovës Zahir Pajaziti në përvjetorin e rënjes së tij dhe Hakif Zejnullahu te Edmond Hoxhës. 31 janari është një prej ditëve më me peshë në historinë e Republikës së Kosovës, është një prej ditëve më frymëzuese për rritjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe është po ashtu një prej ditëve më frymëzuese për gjithë popullin e Kosovës që luftoi për liri. Në këtë ditë ranë Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu Edmond Hoxha, që të tre herojnë të Republikës së Kosovës, duke dhënë kështu kumtin e lirisë dhe duke inspiruar një popull të tërë që të luftoj për lirinë që na ishte mohuar me shekuj. Zahir Pajaziti kishte veprimtari të dendur si pak kusht tjetër. Ai ishte një luftar i paepur të jetën dhe njëkohësisht një guerilas me aksione fort suksesshme. Bashkë me Hakif Zejnullahun dhe Edmond Hoxhën, në janarin e vitit 1997 u vranë nga pusia e forcave serbe për shkak se nuk ishte edhe mundshme ndryshe. Aq shumë ishin tmerruar forcat armike të Serbisë nga Zahir Pajaziti, saqë vetëm kurthi, pusia, prita mund të jepte shans forcave okupatore që ta eliminonin Zahir Pajazitin. Rënja e tyre i dha një hov të jashtëzakonshëm edhe vetbesimit popullor, por gjithashtu edhe shtimit të radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ata ranë në të njëjtën ditë, pra më 31 janar të vitit 1997, dhe i dhanë një drejtim të qartë, një drejtim të fortë luftës për liri. Zahir Pajaziti ishte një nga ideatorët, por edhe një nga organizatorët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një person me një virtyt të lartë që besoi dhe punoi për çlirimin e Kosovës. Gjykata themelore në Prizren ka caktuar nga një muaj para burgim edhe për 5 të dyshuar të tjerë për manipulimet me vota të kandidatëve për deputet në këtë komunë gjatë zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sipas njoftimit të dyshuarve është caktuar masa e paraburgimit në ndyshimin se secili veç e veç ka kryer veprën penale e falsifikimit rezultatit, ndërsa njëri prej të dyshuarve akuzohet se ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Për manipulimet me vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Prizren, aktualisht në paraburgim janë edhe 23 të tjerë të dyshuar. Policia e Kosovës ka raportuar një sër incidentesh kriminale në disa rajone të vendit. Në Prishtinë është arrestuar një person për keqpërdorim të karteles bankare në vlerë
2.400 euro, ndërsa janë regjistruar disa raste të dhunës në familje me të arrestuar. Rastet të armbajtjes pa leje janë shënuar në Prishtinë, Obiliq, Prizren e Pej, ndërsa në Hanin e Elezit një shembje muri ka lënduar një person. Sipas statistikave zyrtare, janë regjistruar 30 aksidente trafiku me të lënduar dhe 18 persona janë arrestuar në nivel vendi. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se janë hequr nga tregu 2 lloje të aptamilit. Në njoftimin e AUV-it thuhet se kjo është bërë bazuar në njoftimin e pranuar nga Shqipëria, përkatësisht i cili është informuar përmes sistemit të paralajmërimit të shpejt për ushqimin dhe ushqimin për kafsh lidhur me praninë e substancës cereluloid në formulën e ushqimit për fëmijë me origjinë nga Gjermania. Agjencia njofton se së shpejti do të fillojë procesi asgjësimit. Qytetarët e Kosovës e kundërshtojnë ashpër paralajmërimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ata thonë se në raport me të ardhurat që kanë, edhe faturat aktuale janë bërë të papërballueshme, prandaj shprehen të shqetësuar nga kërkesa e kompanisë për furnizim me energji elektrike për rritje të çmimit të rrymës prej 21.3% për si vjet. KES në anën tjetër e arsyeton këtë kërkesë me rritjen e kostove të furnizimit, varësinë nga importi dhe shpenzimet e rrjetit. Një vendim përfundimtar për tarifat e reja zëre pritet ta marrë nga fundi i marsit. Filmi Shame and Money me regji të Visar Morinës me skenar të përbashkët nga Dorontin Basha është vlerësuar me çmimin Grand Jury Prize në festivalin e filmit Sundance, një nga festivalet më të rëndësishme të filmit në botë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përgëzuar ekipin realizues të filmit Shame and Money. Ky është çmimi më prestigjioz për filmat ndërkombëtar në festivalin më të njohur në botë për kineman e pavarur, ka thënë Kurti. Ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Çeku tha se kjo është një arritje e madhe për kinematografinë dhe për gjithë skenën kulturore. Në javën e parë të muajit shkurt do të zhvillohet gara prestigjioze në Judo Paris Grand Slams, e cila llogaritet më e famshme elitare në këtë sport, pa përfshirë këtu kampionatet botërore, evropiane dhe lojrat olimpike. Me 7 dhe 8 shkurt do të zhvillohet gara prestigjioze në Judo Paris Grand Slam, e cila ndryshe llogaritet më prestigjioza elitare në judo, pa përfshirë këtu kampionatet botërore, evropiane si dhe lojrat olimpike. Për 2 ditë me radhë në Bercy do të garojnë 530 judistë nga 82 shtete të ndryshme të botës, ndërsa në mesin e favoritëve kryesor vlerësohet edhe Distria Krasniqi. Madje këtë vete ka konfirmuar edhe Federata Ndërkombëtare e Judos, e cila në një shkrim e cilëson Krasniqin favorite për të fituar medale në kategorinë deri në 52 kg. Judistja nga Kosova vazhdon të shfaqë nivelin më të lartë, me çka e mban pozitën e parë në ranglistën botërore në kategorinë e saj, si dhe është e dyta në ranglistën e të gjithë judistëve në botë. Me 2 medale olimpike, 1 të ardhë dhe 1 të argjend, si dhe me medale të ardha në kampionatet evropiane dhe botërore, Distria synon medale në radhës edhe në Paris. Ndryshe, 30 vjeçarja ka fituar vazhdimisht medale në Grand Slamin e Parisit prej vitit 2017, përfshirë këtu 3 të arta, 2 të argjenta dhe 3 të bronzta. Vitin e kaluar e fitoi të bronztën, derisa edhe si vjet kërkon podiumin fitues, ndërsa për rivale kryesore i ka Amandine Bouchard nga Franca si dhe Kisumi Omori nga Japonia, ndaj të cilave vjet kishte pësuar disfat në fazën përfundimtare. Ndryshe, nxënësit e Driton Kukës në të kaluarën në këtë garë të madhe të judos kanë pasur mjaft suksese, derisa njësoj pritet të jetë edhe këtë edicion në garën më të respektuar elitare të judos në Evropë dhe në botë. Miliona dosje të reja që lidhen me kryerjen e ndjerë të krimeve seksuale Jeffrey Epstein janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-s, numri më i madh i dokumenteve të ndara nga qeveria që kur një ligj urdhëroi publikimin e tyre vitin e kaluar. 3 milion faqe, 180.000 imazhe dhe 2.000 video u publikuan të premten,
Publikimi erdhi 6 javë pasi departamenti humbi një afat të nënshkruar në ligj nga presidenti i SBA-s Donald Trump, që urdhëronte që të gjitha dokumentet e lidhura me Epstein të ndaheshin me publikun. Ato gjithashtu përfshin email midis Epstein dhe figurave të profilit të lartë. Shumë nga emaila dhe dokumentet datojnë më shumë se një dekadë më parë, duke shfaqur marrëdhëniet e Epstein mes problemeve të tij ligjore. Emri i presidentit Trump shfaqet shumë në grupin e fundit të dosjeve, të cilat përfshin materiale që variojnë nga dokumentet hetimore të emailave. Nuk është e qartë pse zyrtarët krijuan listën e akuzave që lidhen me Trump vitin e kaluar, por ndjeshmëritë politike të afërsisë së Trump me Epstein, me të cilin ai shoqëroi për vite më radh përpara se Trump të thoshte se i dha fund marrëdhënies së tyre në mesin e viteve 2000. E pyetur për koment, shtëpia e bardhë i referoi CNN në një njoftim përshtyp të Departamentit të Drejtësisë, i cili theksoi se dosjet mund të përfshin imazhe, dokumente ose video të rreme ose të paraqitura në mënyrë të rreme. Disa nga dokumentet përmbajnë pretendime të pavërteta dhe senzacionale kundër presidentit Trump, që ju paraqiten FBI-s pak para zgjedhjeve të vitit 2000, tha departamenti. Dokumentet përfshin gjithashtu korrespondencë me email midis Epstein dhe miliarderit të teknologjisë Elon Musk. Musk, i cili nuk është akuzuar për ndonjë shkelje në këtë rast, ka thënë më parë se Epstein e kishte ftuar në ishullin e tij, por ai kishte refuzuar. Dosjet përfshin mes tjerash edhe email midis Epstein dhe një personi të quajtur Duka, që besohet të jetë Andrew Mountbatten Windsor. Epstein vdiq në gusht 2019, ndërsa ishte në burg me akuza për një rast të gjerë trafikimi seksual. Megjithatë, demokratët vazhdojnë të argumentojnë se departamenti ka mbajtur të fshehtë shumë dokumente pa justifikim të duhur. Departamenti i Drejtësisë kishte qenë në shqyrtim të rrept pasi nuk e përmbushi afatin e 19 dhjetorit për të publikuar të gjitha dosjet siç përcaktohet në aktin e transparencës së dosjeve Epstein, i cili u miratua nga Kongresi dhe u bë ligj në nëntor. Ndoshit lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.